emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Përshëndetje, pjacën për të puntat e ka zbukuruar një nga personazhet e ekranit, por njëkohësisht edhe të industrisë së real estate-it në Shqipëri, të cilët pak e njohin për pjesën e transaksioneve me pronat, por më së shumti e lidhin atë me botën e ekranit, showbizit, të sportit, pse jo, dhe është një nga gazetarët me cilët kanë pasur kënaqësi dhe të punoj, Albana Bego. Përshëndetje, shumë kënaqësi që t'jemi bashkë sot këtu. E kemi nisur në tjera rrethana totalisht, po ja që jeta i sjell njerëzit shumë herë, atëherë edhe kur nuk e mendon të përballen dhe po ashtu të përballen për fatin tonë të mirë gjithmonë në kushte bashkëpunimi edhe jo vetëm bashkëpunimi, po dhe suporti. Nga takimet e para që kanë bërë në këtë industri ka qenë me Albanën, tek zyra e saj, tek Deli Jorgji, ku pash dy goca të jashtëzakonshme, të cilat i respektoj shumë. Ishte jo vetëm Albana, por ishte edhe Niki. Kleoniki Deli Jorgji, një mendje shumë e bukur, një artiste. Edhe thash, imagjino se sa e bukur po bëhet Tirana, jo thjesht dhe vetëm nga ndërtimet e reja dhe nga projektet e reja, por edhe nga fakti që vajza që i kemi parë më së shumti në ekrane, i shohim tani të jenë prezente, të jenë aktive dhe të jenë pjesë kyçe e industrisë. Në fakt po, është diçka që po vihet re gjithmonë më shumë në këtë industri, shumë prezent janë njerëzit e medias, padyshim besoj që ka të bëjë edhe fakti që ajo baza e madhe e njerëzve që na njohin për së largu dhe pse jo rezonojnë me ne, edhe pse nuk na njohin shumë ngusisht, kthehen, janë një potencial shumë i mirë për të kthyer në klientët tanë, miqtë tanë më të mirë me cilët mund të bashkëpunojmë në fushën e real estate-it. Trinia shenjtë e një agenti imobiliari, një brokeri, siç jeni ju. Unë them që janë tre elementët bazik. E para është informacioni, e dyta është networku dhe e treta besueshmëria. Të treja i keni sepse informacionin e keni nga profesioni parësor, që është media, networku gjithashtu njohet, lidhjet që media fal Zotit na i mundson dhe na i ka mundsuar gjithmonë. Dhe e treta, duhet qenë një libër i hapur për publikun, njerëzit nuk rrinë mendojnë shumë gjatë kush është kjo, kush po merr telefon etj, por bëjnë menjëherë atë vizualizimin e komunikimit. Vërtet, madje duket sikur të njohin, edhe më shumë se sa thjesht nga ekrani. Po sepse kanë pasur në shtëpi çdo natë. Në ekran. E duke si robi i shtëpisë. Real estate ka një, le të themi, është një tjetër fushë me dinamika po ashtu shumë të ndryshme. Aspekti juridik është shumë i rëndësishëm, kështu që unë do ta sugjeroja për çdo që vjen nga media apo nga çfarëdo lloj fushë, sepse unë shoh që kjo industri të popullohet nga profesionet më elitare, shoh drejtor bankash që vinë dhe i futen kësaj industrie, shoh sipërmarrës të shumë bizneseve të tjera që po ashtu kanë nisur të investojnë edhe në real estate. Juristë të njohur. Po, patjetër. Gjithmonë rekomandoj trajnimet her pas hershme, të shkurtra por specifike për gjëra që o bëhen trend, ose vijnë të reja, ose kanë të bëjnë me dinamikat e zhvillimit të legjislacionit, ose të teknologjisë, ose të projekteve, arti i negocimit. Është më e rëndësishme ndoshta në këtë fushë. Ashtu siç unë gjithmonë i vër rëndësi retreatit. Pra nga anglishtja retreat është tërheqje për të shkuar diku larg zhurmës dhe larg asaj pjesës fushës magnetike të përditshme që na rrethon, dhe për të shkarkuar, për të socializuar stafet dhe ekipet me njëri tjetrin, por edhe për të parë nga distanca problematikat që na kanë dalë dhe sfidat që kemi përpara, gjë që i bën shumë mirë të paktën një herë në 3 muaj apo një herë në 6 muaj stafeve dhe kjo është ajo e bukur e kësaj industrie. Shumë e vërtet, jam shumë dakord me këtë. Në disa prej trajnimeve të mia të biznesit që unë kam bërë para se bësha pjesë e kësaj fushë, një ndër konceptet më interesante ka qenë shikimi shqipojnë,
një trajnuese që unë e vlerësoj shumë, Romina quhet. Dhe ajo na mësonte se si ta shohim biznesin ton, siç e sheh një shqiponjë pjesën e me syrin e tokës, pra, shqiponja, nga lart, po. sepse shqiponja ka aftësinë që të shohë 700-800 herë më qartë dhe më larg se sa syri i njeriu. Pikërisht, edhe nga lart, pra e shkëputur emocionalisht nga çfarë ndodh poshtë. Kjo është gjëja më e rëndësishme, sepse ti mund ta shohësh problematikën në nivel mental, po emocional, shumë e vështirë që ta kuptosh kjo problematikë është aty, sepse lidhja që ke me biznesin tënd të bën që shumë gjëra të mos i kuptosh që po shkojnë keq. Si hyre ti në këtë industri, Albana? Hyra, të them drejtën, pa e menduar gjatë, edhe nuk e kisha projektuar veten fare në këtë industri, e përmenda pak më parë trajnuesen time prej disa vitesh, dhe ajo ka qenë indicia ime më e madhe. Unë isha shumë me orientuar tek bota e fashionit, dhe kisha menduar për të nisur një biznes që lidhej me të. Pra, ëndrrën e fëmirisë për fustanet e kukullave, për ta bërë realitet. Po, absolutisht. Dhe një ndër gjëra që kuptova dhe në trajnim është që pasionet e tua, jo domosdoshmërisht kthehen në biznes. Në biznes. Madje, njeriu duhet bëj ato që urren më shumë ndonjëherë që të arrijë sukses dhe të arrijë sukses në biznes, thot një nga etërit ose një nga influencerët më të mëdhenj të botës së real estate-it në botë. Vlen dhe kjo padyshim, sepse duhet të jesh shumë i ftohtë në gjykim kur flet për shifra dhe për shitje. Dhe ndërkohë, trajnuesja ime më tha atë që ju përmendët dhe cilësuat si një ndër karakteristikat më kryesore në real estate. Më tha, Albana, ti je një njerëz shumë i besueshëm. Gjëja e parë që çdo kujt mund t'i vinë ndërmend kur të sheh, ndjen që mund të ketë besim te ti, dhe unë për këtë arsye unë të shoh shumë në real estate. Do sugjeroja, më tha, që të shohësh disa dokumentare, reality show të ndryshme që të kuptosh nëse mund të jetë diçka që do ta bëje me qef apo jo. Dhe kështu ndodhi, unë i pash ato serialet. Ka dhe disa filma shumë interesant. Po, shumë interesant. Selling Manhattan ishte një ndër to që e pash me shumë dëshirë. E real estate-it. Serhan, po. Dhe më duk shumë dinamike, më duk shumë interesante, më pëlqeu loja që zhvilloi në këtë lloj biznesi, kështu që dhe në fund të jepshin edhe lek. Mbi gjitha. Dhe për më tepër, para që mund të fitosh shumë, le të themi, shumë më shpejt se sa në një biznes tjetër që do build upin, për shumë vite. Pra, nëse ke këto aftësi që ne përmendëm pak më parë, me shumë klasë, sikurse e përmendë, mund të bësh një build-up më të shpejt në real estate, gjithmonë me lidhjet e duhura. Zyra juaj e ka high-end real estate, pra për prona luksoze. Pse ky emër, pse ky qasje, pse ky fokus, dhe vetëm gjëra luksoze keni aty apo keni edhe gjëra prona të tjera mesatare normale? Referuar standardit të shoqërisë shqiptare, ato konsiderohen prona mbi mesatare dhe elitare, sa i takon çmimit, lokacionit ku ndodhen dhe gjithë faciliteteve që ofrojnë si prona. High-end lindi duke parë këto seriale, dhe në një moment një prej aktor, po protagonistët, se ato nuk janë aktor, të serialit përmendi fjalën high-end, sepse është një fjalë shumë zhargon në anglisht, pra që tregon. Pra, po ta përkthesh fjalë për fjalë, nuk është se është ashtu siç e ka kuptimin në të tërën dhe në zhargon. Po, pra gjërat të dorës së lartë. Do ta dish këtë gjë, se është pak specifike, nuk përdoret kaq rëndom në komunikimin në anglisht. E vërtet. E përdori në një komunikim shumë jo zyrtar do i doli spontanisht me dikë, dhe në momentin që unë e gjova më rëmbeu dhe thash kjo është klik, ne jemi high-end, ja dërgova dhe Kleonike që po ishit bashkë në këtë idenë që për të hapur zyrën, si u bët bashkë këto dyja? Në fakt unë kisha nisur pak para, nuk ishte sa kohë ke që ke filluar tamam?
duke llogaritur edhe atë punën, le të themi, underground, kam Para sensin që përgatitore. që është para përgatitje Që për dalë në përgatitesh edhe shpirtërisht. Po, për të dalë në pastaj zyrtarisht në treg, mund të them rreth 2 vite. Dhe në momentin që kisha bërë një punë të mirë, mund të them se i takon listimit të pronave, atëre si që bisedova me Kleonikin, mes shoqeve, siç ne jemi dy shoqe shumë të ngushta, dhe ishte babai i Kleonikit që gjithmonë insistonte për të na parë një biznes bashkë. Deliorgji, ndërtuesi i njohur që ka një nga komplekset më të bukura në Tiranë. Po, shumë e vërtet. Ai kishte dëshirën që të na shihte në një biznes bashkë dhe kur po flisnim edhe me të për këtë nismë që unë kisha ndërmarrë, ai tha pse nuk e bëni këtë gjë bashkë. Dhe padyshim ofroi edhe suportin e tij. Është një fushë që ai e njeh, do thoya më mirë se kushdo tjetër në Shqipëri, kështu që na ndihmoi shumë. Dhe ja ku jemi sot. Jeni në vitin e tretë, siç thoshte kolegu ynë Shago Hoxha, që ishte le ta themi të dytin, se nuk e kemi mbyllur ende. Kishim një batutë që dikush i kishte thënë që po qëndrove 3 vjet në këtë industri, pastaj dashurohesh dhe nuk ikën më përjetësisht prej saj. Vërtet, kjo është një industri që nivelin e adrenalinës e ka shumë të madhe. Dhe adrenalina nuk përjetohet vetëm në momentin kur ti mbyll një transakcion, po edhe kur thjesht sheh oportunitetin për të hyrë në këtë transakcion. Kështu që në hapat e parë ti punon me një lloj ndjesie që është e pashpjegueshme, është një punë që të kthehet, është aty edhe të ëndrat e tua të natës. Po, kthehet në mënyrë jetese, ti jeton me të, fle me të, ëndron me të, ka shumë ditë të javës ku çdo dinamike punës unë e ripërsëris në ato. Kjo industri për ato që ndoshta nuk e dinë, se na ndjekin edhe ato që nuk janë shumë brenda, ka të bëjë jo vetëm me ndërmirësimin për shitblerje, për dhënie marrje me qira, për zhvillim trojesh, tokash, projektesh e kështu me radhë, por ka të bëjë edhe me transakcione gjithë zinxhirin e kësaj industrie që nga momenti i projektimit dhe deri në përfundimin, në rishitja e pronave dhe gjatë vitit të kaluar në Shqipëri sipas statistikave zyrtare kanë qarkulluar në këtë industri rreth 2 miliard euro dhe vetëm të huajt kanë blerë rreth 500 deri në 600 milion euro pasuritë patundshme në Shqipëri, thjesht për të krijuar idenë e kompleksitetit që ka kjo industri. Më thuaj pak si ishte ajo kontrata e parë? Kontrata e parë ka qenë kur i rikthehem sot duket modeste, sepse padyshim me kohën kemi bërë shumë më tepër. Ka qenë një shtëpi, një apartament 2+1 me qira për një prej ambasadave që kërkonte të një diplomat. Po, që një ambasadë e cila kërkonte që të jepte banim një diplomati që sapo kishte ardhur. Transakcion mund ta them i thjesht për mua, nuk më mori as shumë kohë. Sepse hyn tek klientët shumë të mirë kjo lloj kategorie. Elitar. Sepse din çfarë duan, ku e duan, sa buxhet kanë. Po, pra nuk kanë shumë pikpyetje, buxheti nuk është, buxheti është i paracaktuar dhe rengji është i konsiderueshëm, i lartë, kështu që ka qenë transakcion i mirë për qira, duke konsideruar që apartamentet që ne ofrojmë me qira janë të një niveli mbi mesatar, kështu që e merr edhe satisfaksionin e aspektit monetar edhe në këtë lloj transaksionesh. Ishte, besoj, më shumë se sa një rrogë mujore si gazetare, kështu që të them drejtën ishte. E festuat, besoj. Dhe kur e mendon që ndodhi vetëm për 2 ditë, atëre çdo gjë tjetër që ke bërë më përpara të del qefit dhe fillon dhe kupton potencialin. Këtë e kanë të gjithë agjendët dhe të gjithë ata që punojnë në këtë industri, dhe unë i them gjithmonë që ne duhet ja mundsojmë çdo agjenti të ri, le t'ja krijojmë rrethana, ta mbështesim që derisa të shkojë tek
kontrata e parë. Sepse në momentin që bëhet kontrata e parë dhe sa më shpejt bëhet kontrata e parë, aq më gjatë qëndron një agent në industri, sepse ndjen atë energjinë e gjës. Po, shumë e vërtet kjo. Dhe kjo është një ndër, mund ta them, gjërat më kryesore në real estate, është bashkëpunimi. Është një zinxhir i madh që e bën një agent, pra nuk mund të jesh i vetëm. Edhe nëse ti funksionon si një zyrë me shumë agent, prapë edhe në raport me zyrat konkurrente, ti do të kesh bashkëpunim. Mund të kesh edhe siç bashkëpunojnë zyrat tona për shembull. Pikërisht, duhet të kesh bashkëpunim, pra në thelb duket si një biznes i madh ku të gjithë jemi protagonistë dhe të gjithë mund të përfitojmë nga njëri tjetri. Nuk ekziston koncepti i të fundosurit njëri tjetrin. Në treg kam hasur 3 tipologji mentalitetesh në bashkëpunim. Ka që vetë ndjehen si kompani të mëdha dhe janë shumë arrogant. Më kujtojnë ca arroganca që i kisha harruar në qytet. Dhe gati ta fikin cigaren ballë, domethënë nga arroganca. Dhe nuk pranojnë as bashkëpunime as gjë sepse ne jemi këta dhe pikë. Domethënë nuk e di se sa i shkon dhe ecën, por nuk më duket mua personalisht një gjë e mirë. Ka të tjerë që kanë këtë mentalitet kaq të hapur që nxisin bashkëpunimin jo vetëm brenda stafeve, brenda zyrës, por edhe me agjenci të tjera, me zyra të tjera, me aktorë dhe faktorë të tjerë të cilët në atë transakcion dhe në atë përqindje që i takon transakcionit ka vend. Ka vend shumë fair mbi gjitha. Të kesh me ndamur birtë është e gjyshja ime, se ka për gjithë. Dhe ka të tjerë pastaj që janë kështu si snajperave të vetmuar, domethënë, ose nuk e di, nuk duken kështu si shumë të veçuar dhe ndoshta presin një herë, nuk e di se sa kohë, ta bëjnë atë gjë pa qenë pjesë e kësaj energjie, edhe kësaj sinergjie. Në fakt kjo është një prej arsyeve pse unë vendosa që ta nis këtë fushë duke u distancuar nga brendet që kanë shumë vite në këtë profesion dhe normalisht edhe kanë një emër që është ndërkombëtar, sepse janë franchise. Kisha vënë re në treg, sigurisht kam pasur të bëj me real estate-in edhe si kliente, kështu që kisha vënë re shumë problematika në qasjen që kishin agentët, në konsulencën që bënin, në komunikimin që kishin dhe gjithçka tjetër. Domethënë ndihej mungesa e trajnimit ose keq trajnimi, duke qenë biznese me një numër të konsiderueshëm të madh agentësh, po, dhe dëshira dhe nevoja për ta zgjeruar gjithmonë më shumë i ka bërë jo selektiv. Dhe kanë harruar që gjëja më e rëndësishme në këtë biznes është komunikimi dhe burimi njerëzor, pra nuk është prona. Po, pra, se duken si shumë agresiv, duken shumë të egër, duken shumë arrogant, duken propotent, domethënë nuk e di se kjo i ndihmon, por besoj se në 2026 nuk mendoj që i ndihmojnë. Çdo epokë ka, mendoj unë, format e veta të shitjes. Ka pasur dikur kohën e Wall Streetit ku shitja duhet ishte agresive dhe gjithë kishin tendencën për të bërë një shitje agresive. Sot nuk jemi më në këto kohra. Si jemi ke personazhe DiCaprio se ke këto. Pikërisht, sot fyhemi nga gjithçka, kështu që duhet e vërtet, shumë e vërtet. Sot gjithçka na bën të fyhemi apo të ndihemi jo shumë komod, sepse dhe njerëzit janë bërë shumë, le të themi, shumë më të ndjeshëm ndaj emocioneve të tyre. Kështu që dhe mënyra se si shesim duhet të jetë nëpërmjet besueshmërisë dhe jo nëpërmjet imponimit që bëhet në mënyrë agresive dhe mua më duket sikur e largon klientin. Kjo ka krijuar tek njerëzit her pas here ose në disa raste ose në disa element stereotipe, domethënë që jo se kështu janë agentët, kështu janë agjensit. Mendoj që e ka krijuar për një pjesë të madhe, shoh një lloj skepticizmi, shoh klientë që vinë me eksperjenca jo fort të mira për shkak të asaj që ne e folëm edhe pak më parë, të këtyre problematikave. Megjithatë,
Falë Zotit jemi në një treg ku edhe mungesa e kohës i ka bërë njerëzit që të na japin shpeshherë raste edhe shanse të dyta dhe të treta për të provuar që në këtë treg ka edhe profesionistë, pra nuk ka vetëm njerëz të cilët janë rastësisht aty apo janë aty vetëm për aspektin financiar. Nuk e shikojnë të ardhurat që marrin si pasojë e gjithë këtij zinxhiri. Nuk e kuptojnë misionin. Qasje. Pra misioni është që vërtet i shesësh njerëzit ëndrat apo ëndrën me prona. Por këtë duhet ta bësh në mënyrë më njerëzore, më profesionale dhe me qasje shumë sociale. Absolutisht që po. Ne pak më parë e prekëm që praktikisht ne jemi duke jemi ai personi që kursimet e jetës së një njeriu, qoftë për një banesë të tyre apo qoftë për një investim, ata po na i besojnë neve. Dhe jo vetëm po na i besojnë për të bërë një transakcion që gjatë ata e kanë pëlqyer edhe thjesht kërkojnë që të plotësohen ato dokumentat, por shpeshherë edhe për konsulencë se ku duhet investojnë më mirë. Pra praktikisht je një prej njerëzve nëse ke besim tek mjeku i familjes apo tek merr këshilla mjekësore, nëse ke besim tek një bankier, merr këshilla pikërisht me ekspertizë të lartë dhe që kanë rëndësi në jetën tënde, në cilësinë e jetës tënde, ashtu është edhe konsulenti. Për një nga gjërat më të rëndësishme që shoqëron njeriu. Pikërisht. Shëndeti, familja dhe puna, prona, biznesi. Prona ka bërë njeriu të evolojë në nivel social politik, pra lufta për pronën ka bërë gjithçka. Po, kështu që është diçka shumë e rëndësishme që nuk e kuptojnë një pjesë e madhe, nuk e kuptojnë që është një mision, nuk e kuptojnë që janë aty që këtë proces ta bëjnë sa më smooth, sa më të lehtë, nuk kuptojnë që ne nuk kemi produkt dhe kur nuk ke produkt, shërbimi është ai i cili duhet të prevalojë mbi gjithçka. Pra unë vetë nuk jam ndërtuese. Nuk ofroj një apartament dhe nëse e kam apartamentin shumë të mirë, arroganca ime është në plan të dy sepse ty t'intereson apartamenti. Unë kam shërbimin, unë jam sugjerimin, këshillimin. Unë jam pala e tretë që ndërmjetësoj, kështu që gjithçka që më mban mua në këtë treg është shërbimi. Kur të kuptohet kjo gjë, besoj do jetë shumë. Po, unë mendoj që ka filluar të seleksionohet edhe kjo pjesë sepse kemi takuar shumë njerëz të cilët din ta dallojnë këtë pjesë të arrogancës apo të mungesës profesionalizmit, pa rëndësi ka se në cilin aspekt, me profesionistin e vërtet, me atë që vërtet i shërben me profesionalizëm, jo vetëm që ta këshillojë që të bëjë një blerje të zgjuar, që të marrë një pronë me qira në mënyrë të zgjuar, por shkon përtej edhe kësaj, duke e këshilluar që nëse ti po merr me qira një pronë në këtë nivel, fare mirë, ti këtë qiran që po paguan këtu, mund të investosh që të blesh dhe ta bësh pronën tënde, sepse të njëjtën shumë parash që ti paguan për qiran, mund të paguash si këst të kredis, e cila në fund mbush kazanin tënd, pika çdo muaj, dhe jo kazanin e dikujt tjetër. Dhe shumë e radhë, ka shumë këshillime të tilla dhe disa njerëz që kanë gjetur profesionistë të duhur, këshillimet e duhura, kanë bërë veprime shumë të zgjuara dhe janë duke ja parajrë në treg, sepse kanë filluar të krijojnë portofolet e tyre të pronave dhe e kanë edhe si biznes këtë gjë. Po, kam shumë klientë cilët madje nuk janë fare, nuk jetojnë në Shqipëri, jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Europë dhe kanë arritur që të krijojnë një portofol prej 20-30 pronash në gjithë Tiranën apo dhe në jug, dhe kanë kthyer këtë në biznesin e tyre të parë. Kështu që është padyshim një prej, në fakt, edhe në botë, real estate është një prej bizneseve i dyti prej të gjithë bizneseve me kthimin më të lartë. Po, por është dhe biznesi i parë që i ka bërë të pasur 90% e më të pasurve të botës. Kështu që duke investuar në mënyrë inteligjente dhe duke u këshilluar me profesionist, bëhen blerjet e zgjuara dhe edhe nëse janë në distancë, tani ka paketa dhe portofole ku zyrat tona mund t'i administrojnë dhe menaxhojnë në mënyrën më transparente, më ligjore, dhe ato të vazhdojnë të jetojnë dhe punojnë atje ku janë, dhe ndërkohë parat i shkojnë automatikisht në numrat e tyre të llogarisë
dhe kështu që ka një bashkëpunim jashtëzakonisht shumë interesant dhe profesional. Absolutisht. Dhe bën besoj realitet ëndrrën e shumë njerëzve për të pensionuar herët. Pra, për të zhvilluar një biznes i cili nuk të dojë që ti jesh aty, pra le të themi që është pasiv, sepse kështu kthehet me një menaxhim shumë të mirë, kthehet në një biznes pasiv dhe në fund të ditës ky është qëllimi i gjithë njerëzve të blejmë kohën, pra të kemi mundësinë ta shijojmë kohën tonë. I pasur me përkufizim bëhet ai që i bën paratë e tij të punojnë për të. Dhe jo ai që punon për paratë. Dhe kjo është skema më e sigurt, më e thjeshtë dhe më funksionale për t'i bërë njerëzit e pasur përmes të ardhurave që kanë dhe parave që kanë, sa i lënë për banka, të cilët zhvlerësohen për shkak të inflacionit, rritjes së çmimeve e kështu me radhë, i fusin në investime në real estate, blejnë metra katror, i japin me qira, afat gjata, afat shkurtra, dhe ka dy lloj fitimesh. Ka nga të ardhurat e qiras, ditore ose afat gjatë, ose nga rishitja, nëse rritet vlera në një moment caktuar, por edhe nga rritja në kohë e vlerës pronës. Dhe ka norma deri në 7 vjet në tregje si Shqipëria, që dyfishohet vlera e pronës. Pra një pronë që ti mund ta kesh blej 100.000 euro, mas 7 vjetësh do vlej 200.000 euro, plus gjatë këtyre 7 viteve ti ke marrë muaj për muaj qira dhe ti gati e ke çuar në 3 fish vlerën e investimit tënd, dhe këto hyn tek investimet inteligjente, dhe këto lloj investimesh e bëjnë njeriu të pasur, sepse është prona dhe paratë e tij që punojnë për të. Ndërkohë që ai o qëndron dhe shijon jetën, ose vazhdon punon atje ku ndodhet dhe ndërkohë këto e ruajnë dhe arrisin standardet. Dhe këto ja këshillojmë ne. Absolutisht, po unë e ceka pak më parë që është i dyti në botë sa i takon përqindjes pra rikthimit të përfitimit, por është i pari sa i takon sigurisë. I pari është investimi në indekse S&P quhen në Amerikë, nuk është kulturë jone, ofron 15% të kthimit të investimit tënd, por nuk ka sigurinë që ka investimi, sepse varet nga politikat, varet nga dinamika shumë të mëdha globale, luftrat, krizat. Po, ndërsa real estate ka një siguri shumë e qëndrueshme dhe që gjithmonë vjen në rritje, sidomos në vende si ne që jemi vende duke u zhvilluar dhe gjithmonë e më shumë facilitetet zgjerohen. Luftrat po ndodhin rëndom një herë në 3 muaj, 4 muaj apo çdo vit, kurse për shembull bursën besoj e ke parë si lëviz judiciar, flet Trumpi, ulet ose ngrihet nivele të çmendura. Takove përpara se ty e këtu një djalë që merret me platformat e bursës, po e përmendim, edhe që është shumë familjar dhe më ka bërë dhe mua shumë familjar në teori për ta ndjekur këtë gjë. Më thuaj tani kush ka qenë ose cila ka qenë ajo kontrata jote më e madhe, pra shitja më e madhe që ke bërë deri tani? Shitja më e madhe ka qenë një vilë në një zonë, mund ta themi periferike të Tiranës, edhe pse tashmë është kthyer në zonën më të preferuar të rezidencave luksoze, po, ka qenë 1.4 milion euro. Kjo ka qenë shitje e cila, po, vlera më e madhe, po, solo, një shitje. Ato që i din komisionet tona fillojnë tani llogarisin se sa ke fituar gati një gjysmë shtëpie. Po mund ta themi kështu, një gjysmë shtëpie tek fusha e aviacionit. Po. Është padyshim një transakcion që merr kohën e vet, sepse kur flasim për vlerat kësaj natyre, flasim padyshim për muaj. Po, për muaj, ka që hajnë vite ndonjëherë. Po, ka edhe nga ato që që humbin rrugës. Po, duket sikur e ke arritur, por një moment gjithë ajo kalaja që ke ndërtuar, pastaj më mund të shëmbët. Kala akulli dhe del dielli dhe e shkrin në moment. Po. Ke filluar të investosh? Për momentin ende jo, por jam duke parë pronat në jug, sepse për mua kanë një rikthim shumë të shpejtë të vlerës.
të investimit dhe besoj që do të ndodhi brenda pak muajve. Si e mendon portofolin tënd të prona pas 10 vjetësh, si e ke projektin në miniaturë? E mendoj të diversifikuar, u mendoj shumë në diversifikim, pra jo të gjitha investimet të bëhen pra jo në të një gjitha projekt. vezët në një sport. Po, nuk duhet bën, paktën në raport me atë çfarë unë di nga më të mirët në botë të biznesit, këtë sugjerojnë që asnjëherë nuk duhet që investimet e tua të jenë gjitha në Si ta kuptojnë qytetarët, investitorët? Për shembull, qoftë edhe në lokacion, në projekte, duhet të jenë të ndryshme. Pra mund të blesh, ti me shumë thjesht, mund të blesh një shtëpi në Palas, po themi, mund të blesh një shtëpi në Vlorë, sepse aty po ndërtohet aeroporti, është një prej vendeve që pritet të ketë ka zhvillim, një prej vendeve që ka më shumë zhvillim, po pritet të ketë edhe më shumë zhvillim. Projektet e trampëve, infrastruktura e ndryshuar e qytetit, perspektiva. Absolutisht. Ndërkohë mund të shkosh në pjesën e Shëngjinit edhe Tales, që është padyshim një prej destinacioneve më të pëlqyera të kosovarëve, dhe kosovarët janë shqiptarët e Kosovës. Janë një fuqi shumë e madhe blerëse në këtë duke mos pasur industri. dhe duke pasur nostalgji për Shqipërinë, pothuajse janë gjithë pushues në Shqipëri. Absolutisht, po, dhe duke qenë njerëz të cilët realisht kanë punuar fort edhe në diasporë edhe në emigracion dhe kanë kapacitetin financiar për të investuar. Patjetër mund vish një zonë bregdetare afër në Qerret, për shembull, që ngele gjithmonë një alternativë e mirë. Po, aty kanë shumë polak, çek. Po. Dhe janë investime që nuk mbeten, janë shumë të kërkuara. Sigurisht. Qoftë edhe për qerara, por edhe për rishitje ose për edhe për vendasit, sepse shpesh herë në gjithë atë jetën shumë frenetike që ne kemi, mund të duket pak larg të shkosh deri në Palas për një ditë. Dhe zgjedh të shkosh. Në plazhin e kam në Qerret dhe vazhdon akoma të më shijoj, kështu që është shumë afër, 30-35 minuta. Me ato pishat e Qerretit nuk kanë të paguar. Po, sepse njerëzit nuk dalin sepse pishat e buta kanë ozon, kanë 50% më shumë oksigjen në natyrë se sa çdo vend tjetër. Kështu që qoftë edhe për këtë janë shumë të shëndetshme. Edhe në aspektin vizual, ashtu janë shumë relaksuese, kështu që Tiranë padyshim që po. Pra diversifikimin po thua në plazhe të ndryshme, në tipologji të ndryshme, por edhe në Tiranë. Në projekte të ndryshme. Ashtu si kundër jo vetëm në vila dhe shtëpi, por ndonjë dyqan. Po. Unë besoj shumë fakt edhe tek njësitë e biznesit, sepse në bazë të llogarive të mia, në shumë projekte, investimi yt kthehet më shpejt në njësitë e biznesit dhe nuk ke, le të themi, atë kokçarjen e të investuarit në ambientin e brendshëm, pra nëse do të marrësh një apartament dhe të dalësh me qerake, padyshim një lloj angazhimi për ta mobiluar. Gjysmën e vlerës së apartamentit ti do ta investosh, t'ia shtosh si investim për ta çuar në atë standardin që ti marrësh maksimumin e qerat. Ndërsa njësin tregtare dyqanin mund ta lesh dhe ashtu siç është. Pikërisht, dhe është më e pëlqyeshme madje ta lësh ashtu sepse çdo biznes ka nevojat e veta. Po. Se janë specifik. Po. Kështu që për mua dyqanet janë njësitë e biznesit, sidomos për ato që janë në lokacione të mira, që janë pranë rrugëve, në katet zero. Pastaj mbreti janë cepet e bukura të kryqëzimeve. Padyshim që po. Unë do sugjeroja, edhe nëse buxheti është shumë i vogël, do sugjeroja ato dyqanet e tabakinove që janë të vogla, nga 12-16 metër katror, po kur shef vlerën e tyre në raport me një apartament kudo dhe me rikthimin që kanë dhe është shumë herë më mirë. Është një formulë ROI, Return of Investment. Profesionistët e dinë se çfarë do të thotë, kështu që kontaktoni profesionistët dhe ato ju allogarisin që në fillim se për sa vite duhen për të rikthyer investimin. Për atë po flisim për profesionistët me cilët do të këshillohen. Dhe shikoj që do ta diversifikosh, por ka dhe një moment tjetër që këshillohet. Nuk e di si mendoni ju se ke disa muaj më shumë në treg, që të marrin pjesë në investimin në fazat sa më herët të nisjes së projekteve, ku janë edhe çmimet më të ulta
pasi vlera e pronave, çmimet variojnë sipas kuotave të ndërtimit. Pra, në momenti që hapet gropa, ka një çmim dysheme, çdo 10% po themi të punimeve rritet nga 10% çmimi deri në përfundimin e projektit, shkon 100% gati, ose le të themi 100 euro metri katror. Fillove me 1500, mund të përfundoj me 2500. Nëse ti e blen me 1500, mas 2 apo 3 vjetësh, mund të rishesësh me 1000 euro metri katror. Absolutisht. Kjo, përveç se në nafa gjatë, padyshim që shumë është një investim shumë më i lirë, le ta themi, për investitorin, por edhe në raste emergjencash, nëse i duhet ta rishes ato pronë, kjo pronë merr vlerë shumë shpejt, sepse gjatë këtij procesi, që ndoshta mund të jetë edhe qoftë një vit, jo procesi finale, sepse merr shumë më tepër një projekt për të zhvilluar, po edhe në një vit vlera e kësaj prone është rritur ndjeshëm. Dhe padyshim që parat e tua jo vetëm do të kthehen, po do të jenë shumë më shumë, kështu që do të kesh fituar edhe aty, edhe nëse do duhet të tërhiqesh nga ky investim në terma afatgjatë. Po mund ta kesh pjesë të biznesit. Patjetër. Pra, ajo është e para që gjithmonë ti përfitosh me, le të themi, me këtë lloj discounti, dhe në finale ti ke investuar më pak para se sa do ndodhe nëse do ta merrje me çelsat në dorë, kur i thon. Ka disa mite në treg, një prej të cilave është dhe jo se nuk funksionon, por ajo shprehje e famshme që i atribuohet Donald Trumpit, por që s'është e tij faktikisht, lokacioni, mbi vlerësohet ndonjëherë edhe në kurriz të projektit, të besimit të kompanisë që ndërton atë projektin dhe vlerës që merr pikërisht prej këtij besimi projektin në të ardhmen. Po themi kot, çfarë do të thoshte dikur periferia nga Tegu e Tutje e Tiranës dhe çfarë do të thotë sot, ku vilat janë disa milion euro, apo çfarë do të thoshte dikur Palasa, që s'kishte asnjë fije bari, ishte një gjë vetëm me gur dhe pa ujë dhe duke si një shkretir, ndërkohë që sot nga aty dhe deri në Konispol apo në Sarand, për tek Samilit, ka resorte të cilat kush ka investuar në fillim, sot i kanë vlera të shumë fishuara të prona. Jam edhe unë dakord me këtë pjesë. Sugjerimi im do të ishte që mundoni të shikoni investitorët serioz, pra kompanitë e ndërtimit që janë serioze në treg, kanë shumë eksperiencë dhe janë zhvillues shumë të mirë. Shikoni se ku po tentojnë të investojnë, pra në vendet e cilat nuk janë ende trend. Nëse një kompani e mirë po tenton të investojë, po marr shembull në Paskuqan, do thotë që ka vizionin për ta bërë këtë një qendër të re shumë të zhvilluar të Tiranës. Kështu që duhet shkoni aty, sepse do të përfitoni nga çmime shumë të ulta dhe një zonë që do të marrë një zhvillim shumë të shpejt. Do të konsultoheni sërish me profesionistët, sepse diskutohet, brenda projektit mund të jetë për shembull, po themi një hotel brend ndërkombëtar me 5 yje. Pikërisht që rrit vlerën pronës dhe këtë me që dolëm tek hotelet shumë nga biznesmenet më të mëdhenj të real estate-it, për shembull edhe në Europë, edhe në Arabi, e shprehin këtë që këto hotelet në fakt nuk janë, pavarësisht se njihen si pronar hotelesh, nuk janë investimi i tyre primar. Janë thjesht, le themi, si ajo rrjedha e peshkut për të kapur klientin e real estate-it. Pra le të ndërtojmë, thot ai, Ritsin në një rrugë, sepse çdo shtëpi që do të ndërtojmë rreth tij do të ketë një vlerë shumë të madhe. Pra, ndërtojmë qendrën e fushës magnetike dhe rreth e rrotull pastaj sepse është Ritz apo është Marriott apo çfarë do lloj. Një nga këto investitorët në vitet 50-60 kur ka hyrë për para JFK në politikën amerikane, Kennedy, që u bë më pas president, duke parë sharmin dhe duke parë yllin e ngjitjet politikës amerikane dhe bashkëshorten e tij që ishte gazetare dhe të dy personazhe kopertinash, kur erdhën për herë të parë në Washington, njëri nga zhvilluesit më të mëdhenj të pronave e kapi këtë dhe i sugjeroi
në një lagje të gati të abandonuar, le të themi siç janë zonat industriale, kombinati metalurgjike ku diun, dhe e bleu përpara se pasi e mori pon e çiftit, dhe ajo zonë pas 3 vjetësh u 10 fishua vlera, sepse atje po jetonte Kennedy, po jetonte kongresmeni apo politikani apo ylli në ngjitje i politikës amerikane dhe botërore e kështu me radhë. Pra ndikojnë edhe këto gjëra tek investimet. Po, janë forma shumë të rëndësishme të marketimit të një projekti real estate. Si e bën marketimin ti në kushtet e rrjeteve sociale, teknologjive digjitale dhe inteligjencës artificiale? Këtu do t'i bëja vetes patjetër një autokritik, sepse mundësitë janë shumë më të mëdha për të bërë shumë më tepër në termat e marketingut, sepse është zhvilluar. Nuk para të njohin, besoj kjo është intervista e parë si brokere, si agente imobiliare? Po, mund ta them që në rrjetet sociale, po kanë filluar të më njohin të paktën prej një viti e pak më shumë, sepse postoj shumë nga pronat që ne kemi. Po, dhe kanë bërë lidhjen. Por ti vetë nuk e dal për ekspertizë, për këshilla, për komunikim. Dhe prandaj do thoya që e bëj këtë autokritik sepse duhet ta kisha bërë, besoj që ka gjithmonë një herë të parë dhe kjo është hera e parë. Sigurisht. Dhe më shumë kënaqësi që ishte këtu. Është në planet e mia që të ndodhi jo vetëm shumë shpejt, por edhe në mënyrë konsistente, sepse duhet të jesh aty çdo ditë, mos themi në çdo vakt, për të dhënë informacionin tënd, ekspertizën tënde. Sepse edhe algoritmi do që ti të jesh konsistente, persistente në dhënien e mesazhit. Por kjo do të ndodhë në momentin që unë do të delegoj edhe disa nga përgjegjësitë e mia, sepse real estate ju e dini shumë më mirë, që është shumë dinamik, është shumë i shpejtë, je gjithmonë në vrapim dhe është e vështirë që ti bësh disa gjëra. Nga mania për të pasur gjitha nën kontroll. Domethënë merresh shpeshherë me gjëra që nuk të ato gjethet e pemëve brenda pyllit nuk të lënë të shohësh gjithë pyllin rreth rrotull. E vërtet. Dhe kur je, mund ta themi në atë procesin e ndërtimit të brandit, sepse kështu konsiderohet, jemi akoma në vitin e dytë dhe nuk mund të themi që do të paktën 3 deri në 5 vite që të konsolidohet. Ke tendencën që shumë gjëra ti bësh vetë, sepse do që duhet në fazën e parë, besoj, sepse formson idetë tua, fillon i jep një lloj identiteti që pastaj ata që të rrethojnë të kuptojnë filozofinë dhe ta kenë më kollaj për të ndjekur më pas shumë shpjegimet e momenteve të para. Shumë e vërtet, po. Që unë jam në këtë procesin tani që duhet të delegoj disa. Çfarë shefi je kështu e rrep me agjendën? Jo, nuk jam e rrept, jam natyrë shumë komunikuese. E shpjegoj diçka shumë herë, pra nuk jam një natyrë që ta them vetëm një herë dhe nuk mund të t'i rikthehemi kësaj bisede. Pse? Sepse e di shumë mirë që punojmë në një kohë ku si ajo shefja ke djalli vishet me Prada. Jo, nuk jam ajo, sepse punojmë në një kohë dhe në një treg ku njerëzit nuk kanë më të njëjtin fokus, edhe jo vetëm për fajt të tyre, po për gjithë mënyrën se si ne po jetojmë. Dhe njëherë duhet edhe të përshtatemi me ta, pavarësisht se për mua mund të duket e bezdishme që ta bëj këtë gjë. A keni projekt me Nikin bashkë kështu investime, jo? Projekte investime se projektin e keni u gjatë. Sigurisht kemi. Nuk janë të largta projekte që kemi, besojnë brenda aktiviti do të ndodhen. Kështu që do bën edhe zyrën tonë pjesë apo? Patjetër jeni gjithmonë të mirëpritur. Kur ju pash të dyja tek ajo zyra, Niki më dukej si ajo filozofia, kurse ti më dukej si kapitenja. Nuk e di, a ishte një ndjesi e ime apo çu janë edhe ndarjet e punëve? Klioniki është më shumë orientuar tek pjesa e marketingut. Është e vërtetë që ajo ka një filozofi të vetën të për ata që nuk e din, zyra juaj ndodhet ke kompleksi Dele Jorgji. Po. Dhe është një nga lokacionet shumë të mira dhe gjendet shumë shpejt në qytet.
shumë e vërtet dhe për mua është edhe mendoj paktën kompleksi më i mirë që ka Tirana. E konfirmoj. E konfirmoj. A di pse më pëlqen? Sepse ka infrastrukturën që i mungon komplekseve të tjera. Ka rrugë, ka raport shumë të drejtë mes lartësisë së ndërtimit, unifikimit fasadës, gjelbrimit, hapësirës për kreative për gjyshrit, për fëmijët, për nipërit, për mbesat, për çiftet, parkingjet kanë qenë të programuara që në fillim. Ka akses hyrje dalje nga lyjet kyçe të qytetit, qo për të shkuar nga ana e rrugës Durrësit, qo nga Unaza e vogël, qo për të dalë nga Unaza e madhe drejt aeroportit të Rinasit dhe Anasjelltas nga rruga Plepa, Ndroq, Kombinat e kështu me radhë, kështu që unë do ta quaja një qytet në miniaturë me kilometër zero, sepse praktikisht gjen gjithçka që të duhet në një metropol, e ke aty në atë kompleks, madje e ke edhe me alternativa të ndryshme, pra mund edhe të zgjedhësh. Kene besoj një paket të mirë aty pronash i menaxhoni edhe që ajo është, mund ta themi pika jone fort. 90 nuk po themi 100%, po 99% të pronave që janë pjesë e këtij kompleksi janë ekskluziviteti joni. Do them një gjë tani, po dua përqindje për këtë. Doni gjë ke Deli Jorgji, merrni Albanën edhe e keni të sigurt, qoftë shtëpi me qira, qoftë për ta blerë, për referimin, referimi është shtrenjtë në real estate, kështu që do të ta njohim. Kërkova komision, por ishte shaka, ti di. Është shumë kënaqësi gjithmonë. Diçka të fundit që të kam mbetur për të thënë, një mesazh. Unë nuk jam natyre që jap mend njerëzve. Thjesht jap, le të themi, versionin tim, them aty çfarë unë kam bërë dhe kush rezonon me mua mund ta ndjeki, kush jo është i lirë. Thjesht unë besoj që mbi gjitha në real estate duhet dhënë rëndësi misionit mbi përfitimit. Përfitimi do të vijë gjithmonë, është i pashmangshëm. Paraja është pasojë dhe jo qëllim. Po, është i pashmangshëm. Nëse këtë gjë e bën mirë dhe e bën me qasjen e duhur, nuk ka. Unë kam një shprehje që çoje stekën qiell, thesin lere bosh poshtë se do mbushet vetë. Nëse ti e çon standardin shumë lart dhe ne jemi këtu ke pjaca ku duhet ta mbash gjithmonë pjacën lart. Shumë e vërtet. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Mirupafshim.